Përdorimi i shërbimeve. Pas regjistrimit apo identifikimit të suksesshëm, përdoruesit do të ketë mundësinë të aksesojë modulet e mëposhtme. Kontratat. Në faqen e parë, përdoruesit do të shfaqen kontrata me cilën sapo u regjistrua. Nëse përdoruesi ka më shumë se një kontratë, mund ta kërkojë atë duke vendosur numrin e kontratës në fushën Kërko kontratën. Butoni më poshtë mundëson shkarkimin e listës të gjitha faturave debitore. Nëse numri i kontratave të regjistruara në emër të përdoruesit, si dhe nëse numri i faturave debitore është i madh, përdoruesi duhet ta shtypë edhe një herë butonin në një moment të dytë, ndërkohë që të gjitha faturat po procesohen. Nëse përdoruesi nuk ka një numër të lartë kontratash ose faturash debitore, dokumenti do të shkarkohet shpejt dhe në mënyrë automatike. Pasi përdoruesi ka shtypur butonin shfaq në kontratën që ai ka përzgjedhur, do të shfaqet faqja me menu si më poshtë. Në modulin kontrata, përdoruesi mund të aksesojë edhe disa shërbime të cilat janë specifike dhe individuale për të cilën kontratë në llogari. Shërbimet që ofrohen janë: pagesa online e faturave debitore, historiku i konsumit, historiku i pagesave, kërkesa ankesë aplikim online, detajet e kontratës si dhe lista e të gjitha aplikimeve të kërkesave dhe ankesave. Paguaj faturën. Në këtë faqe do të shfaqen të gjitha faturat e papaguara. Në bazë të faturave që përdoruesi zgjedh, procedohet me pagesën e faturës. Në momentin që përdoruesi selekton faturën si më poshtë, do të shfaqet dhe totali që duhet të paguajë. Historiku i faturave dhe pagesave. Në këtë faqe do të shfaqen dy tabela: historiku i konsumit dhe historiku i pagesave. Historiku i konsumit. Në tabelën e historikut të konsumit, përdoruesi mund të shikojë konsumin e energjisë elektrike për 12 muajt e fundit. Gjithashtu, mund të shikojë faturën duke klikuar shfaq në kolonën Faturë detajuar. Historiku i pagesave. Në këtë tabelë do të shfaqet historiku i të gjitha pagesave të bëra gjatë 12 muajve të fundit, siç shihet në figurën e mëposhtme. Shërbimi ndaj klientit. Në këtë faqe, klienti mund të bëjë një kërkesë apo ankesë online duke plotësuar fushat siç tregohen në formën e mëposhtme. Në fushën e parë, me titull lloj, përdoruesi do të zgjedhë mbi llojin e kërkesës apo ankesës që ai dëshiron të kryejë. Opsionet të cilat përdoruesi mund të zgjedhë janë: ankesë për faturim, ndryshimi të dhënave të kontratës, ankesa për pagesa dhe kreditime, cilësi shërbimi, ankesa lidhur me matësin. Në varësi të llojit të kërkesës që zgjidhet, përdoruesi do të shfaqen opsionet e kërkesave që mund të bëjë. Gjithashtu, në bazë të kërkesës që përdoruesi zgjedh, do të duhet të plotësojë disa fushat me informacione që tregojnë në titull të përkatës dhe të ngarkojë disa dokumenta të nevojshëm për të bërë një kërkesë ose ankesë korrekte. Nëse kjo kërkesë ankesë plotësohet në mënyrë korrekte, përdoruesi do t'i shfaqet një mesazh sipër butonit dërgo. Ky mesazh do të përmbajë kodin e kërkesës ankesës që mund ta kontrolloni në menun Lista e aplikimeve. Nëse përdoruesi ka dërguar një kërkesë ose ankesë dhe ka marrë kodin, do të shfaqet pamja si më poshtë. Nëse përdoruesi shtyp në ikonën historiku, do të mund të shikojë të gjithë historikun e statuseve që kërkesa ose ankesa ka kaluar. Nëse përdoruesi shtyp butonin detajet, do të shihen të gjitha detajet ose informacionet që përdoruesi ka plotësuar kur ka bërë aplikimin e kërkesës ose ankesës. Këto detaje mund të përfitohen kur statusi është në pritje ose në pritje të informacionit. Ndodh që përdoruesi nuk ka vendosur të gjithë dokumentacionin në nevojshëm. Informacionin për plotësim dokumentacioni, përdoruesi e merr në shënimin e vendosur tek historiku, së bashku me statusin. Dokumentacionin në shtesë mund ta ngarkojë tek detajet në momentin që njoftohet nga OSHE. Informacion mbi kontratën. Në këtë faqe do të shfaqet informacioni detajuar mbi kontratën e përzgjedhur.